Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë ndryshe nga temat e tjera, ku do flasim për sa përket dielli që zhvendoset nga Luani në Virgjëresh. Fillon sezoni i rregullt i vendimeve praktike ku jeta na kërkon të pastrojmë, të organizojmë dhe të zgjedhim me më shumë qartësi. Dielli në Virgjëresh na mëson shumë gjëra mbi çështjet që lidhen me punën, lidhen me karrierën, lidhen dhe me ndryshime të mëdha. Të dashur miq, në datën 23 gusht të 2006, ku dielli largohet nga Luani dhe futet në Virgjëresh, duke ndryshuar dukshëm atmosferën dhe mënyrën se si përballemi me jetën e përditshme. Pas një periudhe ku Luani na nxiti të shprehemi, të tregojmë talentin, të kërkojmë vëmendje dhe të ndjekim atë që na jep gëzim, hyrja e diellit në Virgjëresh na rikthen realitetin praktik. Tani nuk mjafton vetëm të kemi dëshirë, një ide ose një plan. Duhet të kuptojmë se çfarë duhet bërë, si duhet organizuar dhe cilat hollësi duhet të rregullohen që rezultati të jetë i qëndrueshëm. Virgjëresha lidhet me punën, përditshmërinë, organizimin, shëndetin, shërbimin, përgjegjësitë, aftësitë për të dalluar atë që është e dobishme nga ajo që na konsumon pa arsye. Gjatë javëve që do vijojnë, shumë njerëz mund të ndjejnë nevojën të vendosin rend në jetën e tyre, të rishikojnë zakonet, të korrigjojnë gabimet, të përfundojnë detyrat, të na lënë përgjithshëm dhe të krijojnë një program më funksional. Kjo periudhë na kujton se ndryshimet e mëdha nuk vijnë gjithmonë nga një vendim dramatik, shpesh vijnë nga zgjedhjet e vogla që përsëriten çdo ditë. Mund të jetë një ndryshim me orarin e gjumit, në mënyrën më të mirë të menaxhimit të punës, një kontroll që kemi shtyrë, një dokument që duhet rregulluar, një shpenzim që duhet kufizuar, ose një detyrim që duhet përfunduar. Mund të kuptojmë se një propozim nuk kërkon më shumë emocion, por më shumë organizim. Dielli në Virgjëresh na ndihmon shumë të shohim hollësitë që më parë nuk i kishim vënë re. Mund të kuptojmë pse një plan nuk funksionon, ku humbet koha, çfarë gabimi përsëritet dhe cila përgjegjësi nuk janë ndarë drejt. Kjo aftësi për analizë mund të jetë shumë e dobishme, por duhet përdorur me maturi. Ana më e vështirë e Virgjëreshës është prirja për kritik, perfeksionizëm dhe shqetësim të tepërt. Mund të përqendrohemi aq shumë te ajo që nuk është rregull, sa të harrojmë gjithçka që kemi arritur. Mund të kërkojmë përsosmëri nga vetja dhe nga të tjerët, duke krijuar lodhje, ankth dhe pakënaqësi. Prandaj gjatë kësaj periudhe duhet të mësojmë dallimin mes përmirësimit dhe vetkritikës. Të përmirësojmë një situatë që do thotë të shohim problemin dhe të kërkojmë zgjidhje. Të kritikojmë vazhdimisht që do thotë të shohim vetëm gabimin dhe të humbasim besimin se diçka mund të ndryshojë. Virgjëresha nuk kërkon që gjithçka të jetë perfekte, kërkon që gjithçka të ketë funksion, rend dhe kuptim. Në një punë mund të fillojë një periudhë më intensive, mund të ketë më shumë detyrime, përgjegjësi, dokumente, afate, nevojë për të treguar dhe pasur saktësi. Disa mund të ndryshojnë në mënyrën se si punojnë, të organizojnë ekipin, të mësojnë sistemin e ri ose të kërkojnë një pozicion ku aftësitë e tyre praktike vlerësohen më shumë. Nëse një ambient pune është i organizuar, problemet mund të bëhen më të dukshme. Mund të kuptojmë se udhëzimet nuk janë të qarta, se një person mban më shumë përgjegjësi nga sa duhet ose një sistem i vjetër nuk mund të vazhdojë më. Kjo është një periudhë më e mirë për të krijuar programe, për të vendosur përmirësime dhe për të humbur energji në gjërat që nuk sjellin rezultat. Nuk duhet të përpiqemi të bëjmë gjithçka njëkohësisht. Duhet të kuptojmë se çfarë është urgjente, çfarë është e rëndësishme dhe çfarë mund të presim. Në financa, dielli në Virgjëresh favorizon një qasje më të kujdesshme dhe praktike. Mund të rishikojmë buxhetin, shpenzimet e përditshme, pagesat, abonimet dhe detyrimin që janë grumbulluar. Mund të kuptojmë se shumë para humbasim jo nga një vendim i madh, por nga shpenzimet e vogla dhe të përsëritura. Nuk është periudhë për panik, por për organizim. Edhe një ndryshim i vogël në mënyrën se si menaxhojmë të ardhurat mund sjellë më shumë siguri në të ardhmen. Në dashuri, kjo periudhë na bën të shohim më shumë, të sjellim sesa të flasim në fjalë. Mund të pyesim nëse partnerja është vërtet i pranishëm në jetën e përditshme, nëse ndan përgjegjësi dhe nëse marrëdhënia funksionon edhe jashtë momenteve romantike. Dashuria nuk tregohet vetëm përmes deklaratave, tregohet edhe kur dikush respekton kohën tonë, na ndihmon
në një vështërsi, mban një premtim dhe merr një pjesë të problemeve praktike të jetës së përbashkët. Në marrëdhënie ku njëri jep vazhdimisht më shumë se tjetri, vetëm përfiton. Pakënaqësia mund të bëhet më e dukshme, mund të ketë biseda për punën e shtëpisë, financat, orarin, kujdesin ndaj fëmijëve dhe mënyrën se si ndahen ato. Pra, detyrimet. Për ata që janë vetëm, një njohje mund të vijë përmes punës, një aktivitet të përditshëm, një shërbim, një kursi ose një vendi ku shkojnë rregullisht. Personi mund të mos bëjnë menjëherë një ndikim ose një lidhje pune apo pa e parë, pa studiuar, sepse mund të jetë jashtë asaj çka tregon dhe dëshiron. Por mund të kërkojë seriozitet dhe kujdes dhe vazhdimsi. Dielli në Virgjëresh na kujton të mos vlerësojmë vetëm ata që duken bukur në fillim. Duhet të shohim edhe ata që funksionojnë në kohë. Dhe temat kryesore të kësaj periudhe mund të ndjejnë me ndikimin e lodhjes të stresit, të mungesës së gjumit dhe një rutinë që nuk respekton nevojat e jetës dhe vazhdimësisë. Prandaj kërkohet vëmendje. Nuk duhet të friksohemi ose të interpretojmë çdo shqetësim se diçka serioze, mund të duhet as ta njërojmë vazhdimisht sinjalet, por të shikojmë çfarë do bëjmë. Është momenti të kujdesemi më shumë për veten, të kërkojmë këshillat e duhura dhe të nevojiten dhe të krijojmë zakone që mund të mbahen në kohë. Virgjëresha nuk favorizon zgjedhjet ekstreme, favorizon përmirësimin gradual dhe të qëndrueshëm. Në nivel psikologjik, mund të kuptojmë se sa energji humbasim duke shqetësuar për gjëra që ende nuk kanë ndodhur, mendja mund të kërkojë vazhdimisht të përshkojë çdo problem, por kjo nuk na jep gjithmonë siguri, shpesh vetëm na lodh. Duhet të përqendrohemi tek ajo që mund të bëjmë sot. Një hap konkret është më i dobishëm se 10 skenarë që ekzistojnë vetëm për mendjen tonë. Mesazhi kryesor i futjes së diellit në Virgjëresh, pra zhvendosja, është se jeta mund të përmirësohet kur ngadalë e papritur gjithçka ndryshon. Vetëm dhe fillojmë të rregullojmë atë që përpara nesh nuk ishte mundësi, por sot realizohet. Nuk duhet të bëjmë gjithçka menjëherë. Duhet të fillojmë nga një gjë dhe të përfundojmë dhe më pas të kalojmë tek tjetrat. Kjo periudhë mund të mos sjellë gjithmonë zhvillime spektakolare, por mund të vendosë themelet shumë të rëndësishme. Një program i ri, një vendim praktik, një zakon më i shëndetshëm ose një mënyrë më e organizuar pune që mund të ndryshojë gradualisht gjithë jetën tonë. Është një mundësi shumë e mirë, pra ku kemi diellin e Virgjëresh, po do kemi edhe shumë gjëra të tjera, do flasim edhe për 12 shenjat zodiakale, do flasim edhe për 10 ditët e parë, të dytë, të tretë, çdo shenjë. Përpara se të fillojmë bashkimin e kësaj teme kaq të rëndësishme me diellin në Virgjëresh, unë ju rikujtoj edhe një herë për juve që interesoni për parashkim të detajuar. Atëherë kemi pikërisht faqen e roz, ku atje gjeni gjithçka mbi temat më të larmishme që i kërkoni me qiri, por i gjeni në tokë dhe i gjeni në dritën e diellit, në dritën e hënës, kudo jeni, kudo e keni internetin, mund të shfletoni pikërisht astrologo.al. Atje mund të shikoni shumë gjëra që ndikojnë dhe rregullojnë mbi paketat që atje ofrohen, gjëra që ju dëshironi ose keni një problem, e shikoni nga paketat kush ju intereson nga ato. Për ato që ju intereson, shkojnë tek sekretaria dhe më pas dërgoni emailin tuaj dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Nëse doni diçka tjetër që nuk është afishuar aty, atëherë me një email dhe mund të flasim direkt pastaj në WhatsApp se si funksionon shërbimi dhe të merrni ato që juve dëshironi dhe kërkoni. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e rregullimit, startimit, mundësisë dhe vazhdimësisë, që do të thotë shenja e dashit. Përse përket dashit, dashit duket se rutina kërkon një sistem të ri. Për dashin, futja e diellit në Virgjëresh aktivizon punën e përditshme, detyrimet, marrëdhëniet me kolegët, shëndetin dhe mënyrën se si organizoni kohën tuaj. Pas një periudhe ku mund të keni kërkuar më shumë kënaqësi dhe ndikimet që kanë të bëjnë në anën tuaj,
është një moment dhe një kohë që përcakton, një kohë që rregullon, starton mbi atë që juve keni dhe dëshironi. Por në anën tjetër, është një nga ndikimet më të mëdha, sepse në punë në çështjet madhore, do të thotë që çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë arrihet fal suksesit dhe garancisë tuaj, dhe nuk e diskutoj këtë. Në punë mund të kuptoni se energjia juaj shpërndahet me shumë drejtime. Mund të filloni me entuziazëm, por më pas humbni durimin në hollësira. Virgjëresha ju kërkon të punoni më sistematikisht dhe të mbështetur veten në ndikimin e madh të punës dhe të karrierës dhe vazhdimësisë. Mos u mbështetni vetëm te shpejtësia. Mund të jeni e nevojshme të ndryshoni programin, të ndani me qartë përgjegjësitë, ose të mësoni një mënyrë të re pune. Një problem që përsëritet nuk do të zgjidhet vetëm duke punuar më shumë. Do të kuptoni se cila është shkaku dhe të ndryshoni metodë. 10 ditë i parë, ju e ndjeni të parë ndryshimin e energjisë, që nga fillimi i sezonit të virgjëreshës që mund të përballeni me një rritje të detyrimeve, ndryshim orari ose nevojën për të organizuar gjithëpërditshmërinë. Në punë mund t'ju kërkohet të korrigjoni një gabim, të përfundoni një detyrë të lënë përgjysëm ose të përshtateni me sistemin e ri. Mos reagoni menjëherë me nervozizëm. Shikoni nëse ndryshimi mund t'ju ndihmojë të kurseni kohë në të ardhmen. Marrëdhënie me kolegët kërkojnë më shumë durim. Dikush mund të jetë shumë kritik ose të kërkojë hollësi që ju e konsideroni të parëndësishme. Në vend që ta shihni si pengesë, përpiquni ta kuptoni nëse informacioni mund t'ju mbrojë në një problem më i madh. Në lidhje me ndikimin dhe mundësitë, një ndryshim i vogël i qëndrueshëm do të jetë më i dobishëm në të ardhmen. 10 ditë i dytë do të thotë për ju fokusi kalon në mënyrën se si ndani juve punët tuaja, me kuptimin, detyrimin, marrëdhëniet dhe familjen. Në punë mund të merrni me shumë përgjegjësi ku duhet të sqaroni nëse shoqëroni me autoritetet në kohën e duhur, një udhëtim i mbar që do të keni, një mundësi të artë për dokumentacione. 10 ditë i dytë është shumë i ndikuar në këtë aspekt, për vendimet që do të merrni dhe aplikimet. Organizimi më i mirë është për juve. 10 ditë i tretë, për juve të 10 ditë të tretë, ky sezon i virgjëreshës mund të sjellë një rishikim më të thellë në përditshmëri. Mund të kuptoni një rutinë që funksionon më parë në përshtatet me jetën tuaj të përditshme. Ndoshta duhet të ndryshoni shumë gjëra në jetën tuaj. Është një shenjë që kushtet, mundësitë ju jepen, sidomos në dokumentacione, sidomos në punë, sidomos në karrierë, sidomos në vazhdimsi. Një ndikim shumë i mirë për aplikime, shumë i mirë për një blerje, pasuri e paluajtshme, e keni mundësinë juve të kësaj shenje, sepse është puna juaj, është momenti juaj, është periudha juaj. Këshilla ime për juve të shenjës së dashit është që para se të jap të këshill, unë do thosha që në fushën e dashurisë duket se juve keni një mundësi shumë të artë me peshorën dhe luanin. Kurse këshilla është që do thotë mos u përpiqni të zgjidhni çdo problem me shumë shpejtësi. Krijoni sistem, vendosni përparësi dhe mbroni energjinë tuaj. Përparimi i vërtet këtë periudhë do të vijë nga vazhdimësia dhe jo nga nxitimi, sepse keni një mundësi, keni një kohë, keni një moment shumë të ashpër, një moment që do të thotë që kërkon vëmendjen, kërkon kohën, kërkon rregullimin, kërkon stabilizimin dhe studimin. Të gjitha këto juve i keni, bini pas, mos e lini pas dore. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që rrezatoni, rregulloni, mundsoni në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj dhe në vendimet që do merrni tani në tutje, që do të thotë shenja e demit. Për demin, dielli në virgjëresh aktivizon dashurinë, romantizmin, fëmijët, familjen dhe punën tuaj. Është një periudhë ku mund të ndihmoni të dilni nga rutina dhe të riktheheni në diçka që ju jep gëzim. Por ndryshe nga një emocion i përkohshëm, tani kërkoni që ajo t'ju pëlqejë dhe të ketë vazhdimsi në kohë. Dhe kjo do jetë një diçka shumë pozitive. Në lidhje me lidhjet afatgjatë ose familjaret, dëshirojnë më shumë qartësi. Nuk mjafton një person të tregojë interes vetëm për herë të parë ose her pas here. Dëshiron të shihni me kënaqësi që të ekzistojë qëllimi, përkushtimi, gatishmëria për të ndërtuar diçka reale. Në krijimtari mund të merrni një ide, një talent, një projekt dhe të zhvilloni më mirë dhe me shumë disiplinë. Diçka që deri tani ishte vetëm kënaqësi, mund të filloni të keni edhe një vlerë profesionale
ose çështje ekonomike. Çështje ekonomike sidomos ka diçka shumë të madhe sepse lidhet edhe me punën. Kurse 10 ditë që i parë ka të bëjë shumë me disa ndryshime shumë të mëdha në ekonomi, shumë të mëdha në vazhdimsi. Por nëse do flasim për sa i përket asaj çka quhet ekonomi dhe punë, për juve ka të bëjë shumë në lidhje me punën tuaj, një marrëdhënie ekzistuese mund të dëshironi të organizoni, të kaloni së bashku një çështje ekonomike financiare, e keni mundësinë sepse 10 ditë që i parë është mjaft i ndikuar dhe i stabilizuar, por 10 ditë që i dytë për juve ka një ndikim shumë të mirë sepse lidhet me çështjen e fëmijëve, lidhet me njohjet e reja ose një punë e re që keni tani e tutje, keni kohën tuaj në dispozicion, keni mundësinë e artë për zgjidhur problematika të ndryshme, por gjithsesi është një kohë që kërkon më tepër kujdes dhe vëmendje. Kurse mbështetjet dhe përpjekjet që do të keni, do jeni shumë të ngarkuar, por jeni shumë të kënaqur dhe entuziast për gjërat që do të bëni, sepse keni mundësinë e stabilizimit të punës suaj. 10 ditë që i tretë. Për ju sezoni i virgjëreshës mund të sjellë përfundimin ose konkretizimin e një historie që është zhvilluar gradualisht. Mund të kuptoni nëse një marrëdhënie ka perspektivë ose nëse projekti i krijuar mund të marrë formë profesionale. Mund të riktheheni edhe në një talenti ose dëshire që kishit lënë më njanë për shkak të përgjegjësive. Këtë herë duhet të mos prisni momentin perfekt. Filloni me atë që keni, sepse në dashuri keni mundësinë, keni kohën, keni dashurinë, keni vendimin e madh dhe ndikimin personal që do të keni tani tutje. Por sinqeriteti dhe prania që juve keni është një moment mjaft i mirë dhe mjaft pozitiv për sa i përket karrierës, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket punës dhe vazhdimësisht. Vazhdimësisht sidomos është diçka shumë e madhe dhe tepër pozitive. Këshilla për sa i përket juve të shenjës së demit do të thotë që ka ndikim shumë të mirë, lejoni vetes të shijoni jetën pa kthyer çdo gëzim në detyrim. Në dashuri kërkoni vazhdimsi, ndërsa në krimtari kombinoni talentin me disiplinën. Diçka e bukur mund të zhvillohet kur jepet koha dhe kujdesi, sepse është diçka shumë e madhe mbi atë që juve kërkoni dhe doni të stabilizoni. Dashuria e munguar për juve të shenjës së demit ka të bëjë shumë me bricjap të 10 ditë të parë dhe me peshk të 10 ditë të tretë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë ndikuese që mund të keni mundësinë dhe kohën që do të thotë shenja e binjakëve. Me qenë se binjakët duket se këtë periudhë e kanë disi të ngarkuar, edhe pse janë pak në dilemë për arsye të punës së tyre. Por kjo nuk i pengon për të arritur që ku doni, sepse shtëpia, familja që kërkojnë një organizim dhe më shumë qetësi. Për binjakët dielli në virgjëresh aktivizon shtëpinë tuaj, familjen, pronën, vendbanimin, të kaluarën dhe bazat emocionale ekonomike. Mund të ndjeni nevojën të qëndroni më shumë në shtëpi, të rregulloni ambientin, të përfundoni punën praktike ose të zgjidhni një çështje familjare që është e shtyrë prej kohësh. Kjo periudhë mund t'ju tregojë se sa shumë ndikon ambienti ku jetoni në gjendjen tuaj mendore, sepse kërkoni shumë, mendoni shumë për ta rregulluar dhe stabilizuar dhe arrini qëllimin. Nëse shtëpia është e çorganizuar, nëse juve doni që aty të rregulloni e mund ta filloni nga e para, është koha juaj, binjak të dashur, sepse është mundësia dhe periudha. Në familje mund të nevojiten biseda më praktike, me përgjegjësi dhe financat kujdesi ndaj një personi ose një vendimi që mund lidhet me pronën apo një vendbanim që doni të ndryshoni nga një vend tjetër e keni mundësinë, sidomos të 10 ditë të parë që ndjeni të parët nevojën në fakt për të vendosur gjërat në vijë ose për të bërë një ndryshim në shtëpinë tuaj, mund të filloni një pastrim, riorganizim ose ndryshim në pjesën e shtëpisë, por shumë shpejt mund të kuptoni se pas nevojës praktike ekziston edhe një nevojë tjetër emocionale, që mund të dëshironi të hiqni nga ambienti gjërat që lidhen me një periudhë vjetër dhe rikujton disa situata që nuk ju përfaqësojnë më. Në familje, një person që mund të kërkojë ndihmën tuaj është diçka shumë e madhe, është diçka që mund të lidhet me punën aktuale sot, mund të lidhet me ndikimet, mund të lidhet me mundësitë dhe kohën e duhur për zhvillime dhe ndryshime. Megjithatë, mund të ketë edhe një diskutim për zhvendosje, rinovim ose ndryshime praktike në shtëpi. Mos merrni vendime vetëm nga emocioni, kontrolloni kostot dhe kohën që juve kërkoni tani e tutje. Kurse në lidhje me 10 ditën e dytë, ka një ndikim tjetër, sepse fokusi kalon shumë në marrëdhëniet familjare dhe modelet që kërkoni. Mund të kuptoni se një konflikt i tashmë
ka rënjët në një problem të vjetër, ose nuk është diskutuar hapur. Mund të keni prirje ta analizoni çdo fjalë, dhe kjo do thot mundësi, kjo do thot rëndësi mbi atë çka jeni, mbi atë çka keni. Por jo çdo problem zgjidhet vetëm me analizë. Ndonjëherë mund të thuhet qartë se çfarë ju shqetëson dhe çfarë ndryshimi kërkoni. Një familjar mund të jetë më kritik ose më kërkues. Mos reagoni me njëherë. Shikoni nëse pas kritikës ekziston frika, lodhja dhe nevoja për më shumë siguri. Në punë të shtëpisë ose në financat vendosni programe se do dilni shumë të fituar. Vjediçi i tretë do merret me punën aktuale dhe me shitderje që kanë një mundësi shumë të artë për nisma të reja dhe shumë afër mund të rregullojnë pikërisht në këtë periudhë. Vendbanimi, reorganizimi, mënyra, zhvendosja e keni mundësi. Mos u nxitoni, por mos i shtyni pafund, sepse një vendim që e dini dhe duhet marrë, mbledhni informacione, bëni llogari dhe diskutoni me njerëz që preken drejt për së drejti. Në nivel emocional që mund të kuptoni se vazhdoni të mbani një rol familjar dhe kjo është ndikimi më i mirë dhe mundësi të arta. Tani duhet të krijoni më shumë hapësirë për nevojat tuaja. Për sa përket binjakëve, do të thotë krijoni rend në shtëpi, por mos përqendroni vetëm te gjërat e vogla. Rregulloni edhe mënyrën se si ndahen përgjegjësitë dhe si komunikoni në familje. Qetësia fillon kur nuk mbani vetëm atë që duhet të ndahen, por edhe gjërat të tjera që ju e kuptoni në jetën tuaj. Dashuria e munguar. Dashuria duket se ka të bëjë shumë me ujor të vjediçit të tretë. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që simbolizon të ardhmen sot dhe mundësia që i jepet tani, që do thot shenja e gafores. Komunikimi, dokumentat, marrëdhëniet afërta kërkojnë më shumë saktësi. Për gaforet, dielli në Virgjëresh aktivizon komunikimin, dokumentet, marrëveshjet, udhëtimet e shkurtra, studimi dhe marrëdhëniet me familjen dhe me ndikimin e jetës suaj të vëllezërve të motrave e kështu me radhë. Mund të keni më shumë telefonata, mesazhe për punën, për karrierën, për udhëtimet, për dokumentacionet, nëpër bankat, e keni mundësinë dhe shumë gjëra të tjera që do të rregullohen. Do t'ju lodhi pak, sepse do jeni lodhur dhe kjo vjen në një moment tjetër tani për të stabilizuar gjërat që doni juve dhe kjo do thotë me dokumenta në marrëveshje do të tregoni saktësi, kontrolloni datat, shumë emra dhe kushtet përpara se të nënshkruani ose të dërgoni diçka të rëndësishme. Për sa përket vjediçit të parë, duket se ka një ndikim shumë të mirë tani e tutje, por jo diçka që të lidhet me vendimet ose ndryshimet, por ka diçka mjaft të mirë dhe tepër pozitiv në ndryshimet e mëdha që ka të bëjnë edhe momentet që i jepet tani e tutje. Ju mund të përballeni me disa takime, me disa bisedime shumë të rëndësishme, por gjithsesi me të drejtë që e keni, por mos lejoni që pasiguria ju bën të flisni më pak se sa duhet. Në studime përqendroni në programe që t'ju ndihmojnë të përparoni. Për vjediçin e tretë, mos i lini në momentin e fundit gjithçka, sepse mund të humbisni disa gjëra shumë të rëndësishme. Dhe kjo është përcaktim, kjo është ndryshim. Mendja mund të lodhet me informacione të tepërta, kufizoni kohën që kaloni duke kontrolluar vazhdimisht mesazhet dhe lajmet. Por kjo do thotë mendja mund të keni mundësinë ose mund të keni disa gjëra në mendjen tuaj dhe ndryshe do të mendoni, ndryshe gjykoni dhe prishni disa ekuilibra që nuk është koha sot. Këshilla për sa përket kësaj shenje do thotë flisni qartë, kontrolloni dokumentat dhe mos merrni përsipër të zgjidhni çdo problem të njerëzve të afërt. Komunikimi i mirë nuk është vetëm si e shpjegoni, është edhe të dëgjoni dhe të vendosni kufi. Lidhje me dashurinë, keni pasur një ndarje me akrep, zgjidheni. Keni pasur një njohje me dash, mundoni të gjeni një zgjidhje. Keni pasur një lidhje afatgjat me bricap, mundoni ta riktheni këtë lidhje sepse është lidhja juaj, është ajo që neve themi gjithmonë karma, është e juaja dhe rikthehet në vendjarje për gjërat që kërkoni dhe juve rrezatoni. Vjojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft kontribuese, mjaft vendimarrëse, që do thotë luani. Për sa përket shenjës së luanëve, në lidhje me luanët dhe ndryshimin e madh, ka një ndikim që do të thotë parat dhe vetvlerësimi kërkojnë më shumë realizëm. Për luanin, pasi dielli largohet nga shenja juaj dhe shkon në Virgjëresh, vëmendja kalon në financat, të ardhat, shpenzimet dhe ndikimet e sigurisë.
Mund të filloni të mendoni me seriozitet për mënyrën e menaxhimit parave dhe për ashtu për ndryshimin dhe qëndrueshmërinë. Kjo periudhë mund t'ju ndihmojnë të përdorni një aftësi në mënyrë praktike e të kërkoni pagesa më të drejtë, por mund të tregoni edhe ku shpenzoni për imazhin, kënaqësinë ose dëshirën për të arritur aty ku dëshironi. Vetëvlerësimi nuk duhet të varet vetëm nga ajo që zotroni ose nga mënyra se si ju shohin të tjerët, por mënyra se si juve i bëni gjërat. Për sa përket ndikimit të 10 diçit të parë, ajo çka do të keni dhe është një nga mundësitë më të arta për punën, për karrierën, për ndryshimin, për vendimin e madh që juve keni. Është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. 10 diçi i dytë ka një vlerësim ndryshe nga që mendojmë, ndryshe nga që gjykojmë, sepse periudha, koha, momenti, nuk e diskutoj, nuk e vendyshim, për një mirë arsye, sepse edhe për kohën, por edhe për periudhën që ndodhin gjërat, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, për ndryshimin e madh që keni dhe momentin që do të tregoni për gjërat që do të ndryshojnë jetën tuaj të historisë. 10 diçi i tretë, për ju kjo periudhë mund të sjellë një rishikim më të thellë të mënyrës se si krijoni siguri. Mund të kuptoni se një burim të ardhësh nuk është më i mjaftueshëm ose se duhet të zhvilloni një aftësi tjetër. Mos prisni që ndryshimi të ndodhë me njëherë. Filloni me trajnime, organizime ose kërkime të një mundësie që mund të zhvillojnë gradualisht. Mund të mbyllni edhe një shpenzim, një detyrim që nuk shërben më. Çdo shumë që kurseni rregullisht mund të krijojë ndryshime në kohë. Dhe kjo do thotë që në vetëvlerësimin tuaj mos e krahasoni rrugën tuaj me jetën që tregojnë të tjerët. Kjo keni kujdes në fushën e dashurisë, edhe pse kemi të bëjmë shumë me luan ujor, luan dem. Luan dem herë ta garantoj 100% nëse ka një nga ndikimet më të mëdha që mund lidhet me punën aktuale, mund lidhet edhe me disa ndryshime që janë të njëpasnjëshme për kohën dhe për arritjet e mëdha që vijnë drejt jush. Nuk e diskutoj, nuk e vendyshim për një mirë arsye, sepse puna aktuale është momenti më i mirë dhe më i hyer për jetën tuaj, për krahasimin dhe ndryshimin e madh që keni në këtë aspekt. Por, këshilla është që vlerësoni talentin tuaj, por jetni edhe formën praktike. Organizoni financat, kërkoni pagesë të drejtë dhe mos shpenzoni për të mbrojtur një imazh. Siguria fillon kur e dini çfarë keni dhe çfarë mund të ndërtoni. Nëse doni të bëni një shitje pikërisht në këtë muaj për juve të shenjës së luanëve, është dhe momenti më i mirë i mundshëm tani, unë do ta thosha që është dhe koha për sa i përket shpenzimeve, për sa i përket ndryshimeve dhe momenteve të arta që keni tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft rrezatuese dhe mundësitë që jepen për kohën, për momentin dhe është vetë muaji që kërkon dashurinë e munguar, kërkon dhe vazhdimsinë e jetës. Kjo do thotë Virgjëresha. Një ditë të mbar, muaj të mbar ju uroj. Sepse është muaji juaj, e fillon tani në këtë ditë kaq të rëndësishme, sepse gjithmonë kur kemi gjëra dhe fillon një cikël i ri dhe kjo do thotë çështje personale, jeta kërkon zgjedhje më të qarta dhe më kuptim plot mbi jetën. Për Virgjëreshën, futja e diellit në shenjën tuaj sjell më shumë energji, dukshmëri, vetbesim dhe dëshirën për të filluar një kapitull të ri. Pas një periudhe ku mund të kemi ose kemi ndjerë shumë gjëra për të realizuar dhe disa janë realizuar, disa janë në pritje, është koha më ideale dhe më funksionale. Gjithçka mund të ndodhë, gjithçka mund të arrihet, sepse ajo që dëshironi e keni, ajo që kërkoni e arrini dhe filloni me atë që është më afër jush. Kurse ndikimi më i madh i 10 ditëve të parë të shenjës së Virgjëreshës do të thotë keni mundësinë të energjisë suaj që vë keni, puna, karriera, rritje në detyrë, e shprehni qartë atë që kërkoni. Në punë mund të merrni iniciativa, mund të keni dhe mundësi dhe kohën e ardhur, mos minimizoni kontributin tuaj, sepse është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Për sa i përket 10 ditëve të dytë, është një nga mundësitë, është një nga ciklit më të ndikuara më pozitive që mund të shfaqen në mundësi në përgjithësi për vendin që kërkoni dhe dëshironi. Mund të mendoni për ndryshim pune, për mirësime, për aftësi ose niseni në një projekte shumë të madh. Analizoni hollësitë,
por mos lejoni që frika nga gabimet të mbanë pa vlefshmërinë, sepse kjo periudhë ka të bëjë shumë lidhe me dashurinë, lidhe me mundësinë, lidhe dhe me gjërat e tjera që do të keni. Në lidhje me punën tuaj, 10 që tret, për ju sezoni i ditëlindjes mund të sjellë një bilanc më të thellë. Mund të kuptoni se cila zgjidhje është për juve dhe si funksionon ajo. Ndryshimi më i madh ka të bëjë shumë me punën, ka të bëjë shumë me karrierën, ka të bëjë shumë me disa shitje që do keni tani tutje, janë shitblerje, por janë shitblerje për jetën dhe për vazhdimsinë. Janë mundësitë dhe kohën e harqjuve keni. Është një nga momentet më të vyera mbi startimin, rregullimin, mundësinë, periudhën që do të ndikojnë në jetën tuaj e në përditshmërinë tuaj. Në marrëdhënie që vinë në momente ku duhet të zgjidhni dhe të flisni me maturi dhe mos humbni vetveten tuaj. Këshilla për virgjëreshën është ku ky cikël i ri do thotë mos filloni duke kërkuar përsosmëri. Fillojeni duke zgjedhur një drejtim të qartë dhe hapa që mund t'i mbani. Vlera juaj nuk matet nga sa gabime arrini të shmangni, por matet nga mundësia dhe forma si gjërat vijnë. Në fushën e dashurisë, për sa i përket shenjës së virgjëreshës, ka disa gjëra shumë të rëndësishme. Ajo që është e para mbi fuqinë dhe mundësinë, që do thotë me peshk dhe me binjak të 10 të tretë. Ndikimet dhe favorizimet që do të keni tani e tutje, është koha juaj dhe momenti më i artë i qenë ndonjëherë, dhe periudha kur ndodhin fenomenet, periudha kur juve keni dhe është momenti juaj pikërisht në 15-ën e 2 të këtij muaji, ku do jeni shumë gjëra të mira që do të keni në këtë drejtim. Tani, do fillojmë tek një shenjë tjetër, do shkojmë tek një shenjë ku stabilizimi, siguria dhe koha është në anën tuaj dhe përsosmëria do të thotë në anën e pozicionimit në planeteve, që do të thotë peshorja. Mbyllet një cikël dhe kërkohet më shumë ushqim, pastrim, rregullim, startim. Për peshore, dielli në virgjëresh aktivizon zonën e skaluarës, pushimin, shërimin, mendimin, të fsherat dhe çështjet që zhvillohen prapaskenat. Por, në lidhje me ndikimet që kanë të bëjnë me mundësitë që jepen dhe koha që do të ndryshojnë shumë gjëra në jetë dhe në përditshmërinë tuaj, është një moment për tani, sepse do rikthehen disa kujtime, disa ndjenja që nuk janë përmirësuar plotësisht, qëllimi që nuk është të mbetet në të kaluarën, por do të kuptoni një arsye. Sepse peshorja, sado që lodhet me veten e saj, sado që mundohet që të ketë diçka në jetën e vet, është mjaft ndikuese dhe rrezatuese në atë që kërkon në fakt, por për momentin unë do të thosha për peshoret kanë disa mundësi dhe mjaft gjëra që do të ndryshojnë në jetën e tyre, në përditshmërinë e tyre, por nuk do të thosha që ka diçka që mund t'i prishi atë ekuilibrin e tyre, mund të prishin disa gjëra që nuk janë aty ku duhet, por momenti dhe periudhat janë në favorin tuaj. Prandaj është një nga momentet më të mira dhe nga më pozitive të qenë ndonjëherë. Çështjet e rikthimit dhe mundësive të arta do të keni mundësinë shumë gjëra që do të ndodhin. Një çështje e vjetër mund të rikthehet përmes një kujtimi, personi ose informacioni. Përpara se të hapni përsëri një derë, mendoni nëse situata ka ndryshuar apo vetëm emocionet janë zgjuar. Në punë mund të ketë prapaskena ose informacion që ende nuk është i plot. Mos reagoni ndaj thashathemeve, prisni faktet. Mbroni gjumin dhe mos mbushni mendjen me probleme në orët e vona, sepse edhe gjumin e prishni, edhe vetë nuk do jeni mirë, edhe koha ecën dhe nuk kthehet më. Këtu do të jeni shumë kujdesshëm. 10 i dytë, sidomos në fillim të 10 i dytë, mund të kuptojnë se disa shqetësime nga e kaluara mund të rikthehen. Por një person mund të kërkoj falje, sqarim ose një mundësi tjetër. Dëgjoni, por mos ndjeni detyrim të riktheheni në një marrëdhënie që ju ka konsumuar, në një marrëdhënie që jeni lodhur shumë, dhe kjo do të ndodhi, do rikthehet përsëri. Kujdes, sepse nuk është e juaja. Në punë mund të përgatiteni një plan, aplikim ose ndryshim që nuk dëshironi ende ta bëni publike. Kontrolloni hollësitë dhe mos nxitoni.
Në shëndet kushtojini vëmendje lodhjes që vjen nga stresi ose nga mungesa e pushimit. Dhjediqi i tretë. Për juve, sezoni i virgjëreshës sjell një mbyllje më të thellë, një kuptim më të gjerë dhe mund të kuptoni se një rol apo një drejtim tjetër do t'ju ndihmojnë të esni përpara. Mos kërkoni të mbani gjithçka një ekuilibër me çdo kusht. Disa gjëra duhen përfunduar, disa gjëra duhen filluar, disa gjëra duhen mbaruar dhe mos u rikthyer më. Mund keni intuitën e fortë për një situatë, por duhet të dalloni intuitën nga frika. Intuita është e qetë dhe e qartë, frika përsëri të njëjtën skenar pa pushim. Përdorni këtë periudhë për të pushuar, për të organizuar mendimet dhe për mos marrë vendime vetëm nga lodhja. Këshilla për peshorët. Mos u detyroni të jeni të disponueshëm për të gjitha. Mbyllni çështjet e vjetra, mbroni energjinë tuaj dhe punoni në heshtje mbi ato që dëshironi të filloni më vonë. Kur mos e ekspozoni, sepse ekspozimi ju shkatron punën, mendjen dhe familjen. Pushimi është pjesa e përgatitjes. Anullimi i disa gjërave është pjesë e mbrojtjes. Disa gjërave nëse juve mund t'ju pyesin sepse e kanë marrë vesh për shembull, dhe thoni si t'ja bëj jo se e din. Atëherë është shumë e kollajt. Më është anulluar. Nuk po vazhdoj akoma. Le ta keni përfunduar, le t'jeni në mesin e punës juve. Mos e tregoni. Kini kujdes sepse juve të kësaj shenje e keni edhe si problem, edhe si kohë, sepse gjithmonë peshorja ndikohet nga këto gjëra dhe në fund nuk del fare, del jashtë orbitës. Dashuria e munguar për juve të kësaj shenje duket se është me dash, por nuk do të thotë se me dash mund të qëndroj gjithë jetën. Do të kuptojnë arsyen. Dash në shoqëri, por jo dashuri. Dash në dashuri, por jo në lidhje me shoqërinë, sepse nuk shkojnë bashkë dhe janë kundra njëra tjetrës. Lidhje gjithashtu që ka të bëjnë janë me megaforët e dhjediqit parë. Ka diçka shumë të mirë dhe një mundësi shumë e mirë për të zgjidhur disa probleme të mbartura nga e kaluara. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani do shkojmë tek koha e ardhë, tek mendimi, rregullimi dhe miqësitë, planet së ardhmës që kanë një ndikim shumë të mirë. Kjo do thotë akrepi. Miqësitë dhe planet për të ardhmen kalojnë në një fazë më praktike. Për sa i përket akrepëve, akrepët duket se tani për tani kanë momentin dhe mundësinë, kanë kohën dhe vazhdimsinë, sepse çdo gjë është në anën tuaj, çdo gjë arrihet falë suksesit dhe periudhës suaj, ka diçka shumë të madhe mbi ndryshimin tuaj, mbi ato çka juve keni dhe arrini për gjërat që do të ndryshojnë jetën tuaj, do ndryshojnë ato çka keni dhe mundësinë e artë që vjen drejt jush. Megjithatë, e keni dhe mundësinë dhe kohën e duhur. Për sa i përket ndikimit dhe mundësive, akrepi ka një mundësi të artë, që do thotë ndikime, mundësi serioze. Kjo periudhë mund të sjellë njohje të reja përmes punës dhe grupit. Mund bëni punë të re, keni në plane afatgjat, domethënë për të kontrolluar gjërat e juaja, dhe mundësi të artë që vijnë. Për sa i përket dhjediqit parë, ju e ndjeni kohën tuaj momentin dhe do kërkoni më tepër qartësi, se në bashkëpunime do vendosni një fillim mbi detyrat, afatet, mënyrën, ndarjen e rezultateve dhe shumë gjëra të tjera, sepse nga njëra anë mund të jetë ajo çka neve presim dhe kemi, nga njëra anë, nga ana tjetër keni mundësinë e zhvillimeve, ndryshimeve të mëdha që mund të vinë. Mirë po, dhjediqi i parë, dhjediqi i tretë ka mundësinë e periudhës dhe kohës të vendimeve dhe të mundësive që vinë. Por megjithatë, kjo është interesi i mundësive, është komunikimi dhe qartësia. Por mund të rishikoni edhe një synim afatgjatë dhe të kuptoni se si mund të ndryshojnë strategjitë dhe punët tuaja. Është koha juaj, është momenti juaj, më i arti, më i miri i që ndonjëherë. Për sa përket këtij sezoni, dhjediqi i tretë, që lidhet shumë me disa çështje pune, është mjaft ndikimi më i mirë e i mundshëm sepse do rriteni në detyrë, por mos qëndroni në një grup vetëm nga besnikëria, nëse vazhdimisht nuk respektohen kufijtë dhe kontributi juaj, sepse këtu lodh një rol shumë i rëndësishëm. Kur juve ishit të thjeshtë ose ishit në një rol që drejtues në punë aty, në kolektiv dhe tani kanë parë që juve dini të ecni shumë përpara, por nuk ju kanë paguar për punën që keni bërë. Mos e bëni. Mos bini viktime vetvetes. Jini korrekt siç juve jeni dhe t'jenë dhe ata me juve. Keni kujdes me miqtë të shenjës së akrepit të 30 diqet, sepse ka një ndikim të tillë dhe do më kujtoni.
Një kontakt që duket i zakonshëm mund të bëhet profesionalisht i rëndësishëm më vonë. Çfarë? Një person që mund të flasi, një punë që e din shumë mirë çfarë keni bërë ju, keni qenë me një punë jeni larguar jo për arsye të personave që kanë qenë atje në rol drejtues, por për njerëzit dhe keq interpretime që bëheshin. Dhe tani vjen momenti ju marrin ata në telefon jo juve dhe din shumë mirë çfarë ka ndodhur. Atëherë kanë kuptuar dhe ju kërkojnë ndjes, juve të vini përsëri dhe një kontratë 5 vjeçare. Dhe kjo është kjo është kontributi juaj, ky është djersa juaj, kjo është ajo ndjesia dhe dashuria dhe mëshiria juaj për mundësitë të arta që vinë drejt jush dhe koha që keni tani e tutje. To është mundësia dhe momenti. Këshilla ime për sa përket akrepëve është zgjidhni njerëzit me të cilët mund të ndërtoni dhe jo vetëm të diskutoni. Formalizoni bashkëpunime, mbroni kufit dhe mos keni frikë nga ndryshimi. Një plan ku realiteti tregon se kërkohet strategji tjetër. Është mënyra mundësia, është koha dhe dituria. Prandaj është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi mjaft delikate nga njëra anë, por shumë pozitive në anën tjetër. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani. Do shkojmë tek një shenjë shumë ndryshe nga shenjat e tjera dhe e lëvizshme në anën tjetër për punën dhe karrierën e tyre, që do të thotë shenja e shigjetarëve. Karriera dhe reputacioni kërkojnë më shumë organizim dhe përgjegjësi për shigjetarët. Sepse shigjetarët janë shumë të ndërlikuar mbi ata që ata kërkojnë, mbi ata që ata duan, mbi ata që ata janë shumë përpara për të qenë në këtë kohë. Është një moment mjaft pozitiv, shumë i rëndësishëm për nga çështjet e tyre, momentet që ata kanë, kohën që ata ndryshojnë në vendimet që ata marrin, por është momenti mjaft pozitiv dhe shumë korrekt në punë dhe në gjërat e tjera. Por gjithsesi, nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar për punën, për karrierën, për ndryshime dhe vendime. Vendime të mëdha që merrni, nga njëra anë keni mundësinë dhe kohën, nga ana tjetër keni atë që juve ju tregon dëshira dhe vendime që merren në një farë mënyre, por ka të bëjnë edhe me anën e financave dhe kohës suaj që do të keni tani tutje. Mund të filloni një trajnim në projekt shumë të rëndësishëm, sepse 10 ditë që i tret për juve sezoni virgjeshës mund sjell një vendim më të rëndësishëm për drejtimin profesional. Mund të kuptoni se një rol nuk ju përfaqëson më ose duhet të fitoni aftësi të reja për të ecur përpara. Mos bëni një lëvizje vetëm nga lodhja ose pa kënaqësia, përgatitni alternativën, përditësoni dokumentat dhe kërkoni informacion. Mund të filloni një trajnim ose një projekt që mund t'ju japi rezultat të menjëhershëm, por që të ndërtoni pozicionin më të fortë në të ardhmen. Reputacioni juaj do të varet shumë nga mënyra se si përfundoni ato që keni marrë përsipër. Këshilla për shigjetarin është mos u mjaftoni me një ide të madhe. Tregoni se mund ta organizoni dhe ta realizoni. Përgatitja, saktësia dhe respekti i të aftëve apo i afateve mund t'ju hapi një derë profesionale më të rëndësishme. Pra, njerëzit janë të aftë dhe në kohë në afate. Ata njerëz këto kërkojnë dhe juve e keni këtë mundësi. Zgjidheni. Dashuria e munguar. Dashuria e munguar do të thotë që nga njëra anë shigjetari ndikohet shumë sepse lidhet me binjakun, lidhet me luanin, lidhet me peshit. Po një problem që ka me virgjeshës s'po e zgjidh dot. Zgjidheni se është koha juaj tani. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet synon shumë lart. Arrihet diçka shumë e madhe që mund keni, mundësi të arta që keni tani e tutje, që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë edhe me shumë ndryshime të mëdha që do të keni tani e tutje, që këta do të thotë shenja e britsjavëve. Studimet, udhëtimet dhe planet afatgjat kërkojnë përgatitje konkrete. Për britsjapin ndjedhi në Virgjëresh aktivizon studimet, udhëtimet, çështjet ligjore, dokumentet, ndërkombëtare, botimet dhe mënyra se si shihni në të ardhmen. Mund të ndjeni dëshirën për të zgjeroni njohurit, të udhëtoni, të filloni trajnimin ose të kërkoni mundësi për te ambientit të zakonshëm. Kjo periudhë mund të favorizon planet afatgjat, po kërkon saktësi. Duhet të kontrolloni rregullat, dokumentet, shpenzimet dhe kohën që nevojitet. Një ide mund të jetë shumë e mirë, por nuk duhet të mbetet vetëm në nivel dëshire. 10 ditë që i parë
që ju mund të merrni me njëherë informacion për studimin, udhëtimin, trajnimin ose çështje ligjore. Mund të hapet një mundësi që ju ndihmon të zhvilloheni profesionalisht. Për juve që doni të ikni jashtë për studiuar, është koha juaj. Mos u refuzoni vetëm sepse kërkoni të dilni nga rutina. Por, mos pranoni pa kontrolluar kushtet, afatet dhe kostot. Në dokumente duhet të tregoni shumë kujdes. Një hollësi e vogël mund të shkaktojë vonesa. Një person me përvojë mund t'ju jap këshilla të vlefshme. Dëgjojeni, por përshtat informacionin me realitetin tuaj. Kto është e gjithë çështja që juve mund të keni. Dhjetëdiçi i dytë, për juve një plan që fillon të marrë formë më serioze. Mund të vendosni për një kurs, specializim, aplikim, udhëtim, bashkëpunim me jashtë, larg, dhe kjo do t'ju thotë mundësi, kjo do të thotë vazhdimsi, dhe koha është tani për juve. Dhe kjo do të thotë momenti dhe koha më e artë e që ndonjëherë. Një çështje ligjore ose dokumentar, çështje dokumentesh, do të thotë që mund të kërkoni ndihmë profesionale. Mos u përpiqni të zgjidhni vetëm nëse nuk keni informacionin e duhur. Në marrëdhënie mund të ketë diskutime për distancë, udhëtime të ndryshme në planet së ardhmes. Dhjetëdiçi i tretë, për ju, sezoni i virgjëresës mund të sjellë përfundimin e një procesi studimi, dokumenti që është vullosur, firmosur dhe jeni gati të shkoni, që është përgatitje prej shumë kohësh. Mund të kuptoni se një bindje e vjetër ju ka kufizuar dhe se duhet të shihni një situatë me shumë hapje, por kjo do të thotë ndikim, kjo do të thotë stabilizim, korrektësi. Një mundësi jashtë vendit ose në një ambient tjetër që mund të jetë e rëndësishme, por duhet të ketë plan praktik. Mos prisni të ndiheni plotësisht gati. Përgatituni sa më mirë dhe bëni hapin kur kushtet janë të mjaftueshme. Këshill për sa i përket shenjës së bricakëve. Shkoni më larg, por kontrolloni çdo hap. Studimi, udhëtimi ose zgjerimi profesional mund të hap horizonte të reja. Nëse duhet të anashkaloni dokumentat, afatet dhe përgjegjësitë praktike, është momenti juaj të zgjidhni çështjet e pazgjidhshme. Sepse është mundësia, sepse është koha, është dituria dhe mundësia e artë, dashuria për juve të kësaj shenje, unë do t'ju thosha që ka të bëjë shumë me gaforet e diçit parë, me peshorët e diçit tretë. Me peshorët e diçit tretë është aja dhe zhëja, por pse jo dhe me dem kur jeni të njëjtat shenjë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që ka të bëjë shumë me çështje dhe ndikime të mëdha dhe mundësitë të arta që kanë të bëjnë, që do të thotë ujori. Për sa i përket shenjës së ujorëve, ujori duket se lidhet shumë financat të përbashkëta dhe besimi kërkojnë transparencë. Për ujorin, dielli në virgjëresh aktivizon financat e përbashkëta, kredit, borxhet, detyrimet, intimitetin, lidhje e re, çështjet sentimentale, emocionale. Mund të filloni një periudhë ku duhet të shihni më seriozisht mënyrën se si ndahen gjërat, se si juve i bëni dhe çështjet që juve keni tani e tutje. Në çështje ekonomike, që ishte lënë pa zgjidhje, mund të kërkoni organizim. Do të dini saktësisht afatin, kushtet dhe nivelet profesionale personale. Mund të kuptoni se pas nevojës për kontroll fshihet frika nga humja, tradhtia ose varfëria. Është një mundësi, një moment mjaft i mirë, është një kohë mjaft për dëshirën dhe mundësinë dhe realitetin që juve keni tani, është momenti juaj. Një marrëdhënie që mund të kërkojnë më shumë aftësi dhe besim, por mos testoni partnerin me heshtje, distancë ose pyetje të vazhdueshme. Mos shprehni frikën drejt për së drejti, sepse mirë është ta hiqni fare, sepse kjo do të thotë ndikime dhe keq interpretime. Mund të filloni edhe një proces për të mbyllur një detyrim të vjetër. Është koha më e mirë e mundshme sepse lidhet me këtë gjë, lidhet me fushën dhe ndryshimin të madh. Dhjetëdiçi i dytë për ju të shenjës së ujorit. Një çështje financiare ose emocionale mund të bëhet më e thellë. Mund të kuptoni se një marrëveshje nuk është e barabartë ose një person ka më shumë kontroll mbi burimet e përbashkëta. Kërkoni dokumente dhe rregulla më të qarta, besimi nuk përjashton organizimin. Një bisedë e sinqertë mund t'ju ofrojë shumë me partnerin apo partneren. Për sa kohë nuk përdorni kritikën për të fshehur pasigurinë. Mund të merrni mbështetje për një çështje, por duhet të dini çfarë përgjegjësie krijon kjo ndihmë. Është një moment mjaft ndryshues dhe koherent me atë çka bëni. Për sa i përket dhjetëdiçit të tretë, privës të sezonit virgjëreshës mund sjellë zgjidhje ose rikonstruktim
lidhje me punën, karrierën, sepse dedikimi I ristrukturimit dhe detyrimit mund të vendosi plane shumë të larta dhe kohën e duhur për sa I përket mënyrës, menaxhimit dhe burimeve të përbashkëta. Mos kërkoni zgjidhje të menjëhershme nëse situata kërkon kohë. Një plan realist është më e dobishme se një premtim I madh. Në nivel emocional mund të mbyllni një model ku lidhen gjërat me njerëzit përmes gjërave të forta dhe për të shpëtuar njëri tjetrin nga gjëra të rrezikshme. Por kjo është dashuria, kjo është vetmja gjë që ju afron me njeriun tuaj që keni përballë. Afërsia e vërtet kërkon që dy persona të marrin përgjegjësi për veten. Dhe këshilla për sa përket juve të shenjës së ujorit është mos lini financat dhe ndjenjat në paqartësi. Flisni hapur, kontrolloni dokumentat dhe mos përdorni distancën për të shmangur cënushmërinë. Transparenca krijon më shumë siguri se sa kontroll. Po ta keni vënë re, edhe është e provuar dhe sprovuar për gjërat që ndodhin. Për sa përket dashurisë, për sa përket ujorëve, ujorët thot, me gafore, jam unë e s'ka tjetër. Me virgjëresh, unë e kërkoj, virgjëresha e mohon. Me shqiptar, sado që kërkohet lëvizje dhe ndryshim, do thoni shenjë ajri me një shenjë zjarri, sa mund të ishin të përbashkëta, varet nga planetet. Por nëse do ta marrim nga e përgjithshmja, ka një ndikim dhe një energji ndryshe nga shenjat e tjera. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që simbolizon startimin, rregullimin dhe ndikimin më të madh. Kjo do të thotë peshqit. Marrëdhëniet dhe bashkëpunimet vendosen në qendër. Për peshqit, dielli në virgjëresh aktivizon marrëdhëniet, martesat, partneritetet, bashkëpunimet. Gjatë kësaj periudhe, njerëzit që keni përballë mund të funksionojnë si pasqyrë. Mund t'ju tregojnë çfarë duhet të përmirësoni, por edhe kur keni lejuar që nevojat e tyre të marrin më shumë hapësirë se tuajat. Mund të dëshironi më shumë qartësi, organizim dhe vazhdimsi. Në marrëdhënie nuk ju mjaftojnë vetëm ndjenjat. Dëshironi të dini nëse tjetri është I gatshëm të marrë përgjegjësitë dhe të jetë I pranishëm në jetën tuaj reale. Kjo është e mundur, kjo është mëse e vërtet. 10 ditë që parë, ju e ndjeni me njëherë fokusin në marrëdhënie. Partneri mund të kërkojë më shumë qartësi. Partnerja, organizimi dhe vendimi për një çështje që është shtyrë, kërkon llogari. Mos interpretoni çdo kërkesë si kritik. Dëgjoni çfarë përpiqet të thotë tjetri dhe shikoni nëse ekziston një problem praktik që mund të zgjidhet. Për ata që janë vetëm, mund të kenë një njohje me person praktik, të kujdesshëm dhe më të rezervuar. Mos prisni deklarata të mëdha menjëherë. Shikoni vazhdimsinë. Në bashkëpunime, mos filloni pa marrëveshje të qartë, sepse do humbisni dhe do jeni ju fajtorët për gjërat që mund të ndodhin. 10 ditë I dytë. Për ju marrëdhëniet mund të hyjnë në një fazë më serioze. Mund të diskutohet e ardhmja, ndarja e përgjegjësive, bashkëjetesa ose një plan të përbashkët. Nëse partneri ka qenë I paqartë, mund të kërkoni përgjigje më konkrete. Bëjni me qetësi dhe mos e ktheni bisedën në akuzë. Mund të kuptoni edhe se keni idealizuar një person dhe keni ignoruar sjelljen që mund të përputhet me atë që dëshironi. Shikoni realitetin pa e dramatizuar, por dhe pa e zbukuruar. Në punë, një bashkëpunim mund të jetë I dobishëm nëse secili respekton rolin e tjetrit. 10 ditë I tretë, për ju sezoni vjeshtës, I virgjëreshës, mund të sjellë një vendim përfundimtar me një marrëdhënie ose një partneritet. Mund të kuptoni nëse ekziston faza për të vazhduar ose nëse të dy kërkoni gjëra të ndryshme. Mos qëndroni në një histori vetëm sepse keni investuar në kohë dhe ndjenja. Shikoni nëse ekziston gatishmëri reale për ndryshimin dhe bashkëpunimin. Për ata që janë vetëm, një njohje mund të zhvillohet gradualisht dhe të tregojë potencial më vonë. Mos u nxitoni ta idealizoni ose ta refuzoni për shkak se nuk filloi në mënyrë të vogël ose diçka që nuk ju tha, por e mbajti për brenda.
Kjo është kënaqësi dhe jo problematik. Këta kuptoni dhe juve sepse këtu është los një rol shumë të rëndësishëm për gjërat që bëhen. Në marrëveshje profesionale lexoni kushtet dhe mos supozoni se mirëkuptimi verbal është i mjaftueshëm. Këtu kërkohet kujdes, kërkohet vëmendje. Këshilla për sa përket shenjës së peshqve. Këshilla nga ana ime do të thotë që dashuria dhe bashkëpunimi kërkojnë ndjeshmëri, ndershmëri, por edhe kufi e përgjegjësi. Mos përpiqeni të kuptoni vazhdimisht tjetrin duke harruar veten. Marrëdhënia e shëndetshme ndërtohet kur të dy janë të pranishëm në mënyrë të barabartë. Dashuria e vërtetë që keni pasur dhe problematika do të thotë me virgjëresht të 10 parë, do të thotë me shigjetar të 10 tretë, do të thotë me binjak të 10 të dytë. Pra, ka një mix, ta themi këtë, të përgjithshëm për gjërat që ndodhin, për gjërat që janë, për gjërat që kërkohen nga njëra anë për lidhjet dhe ndryshimet dhe marrjen e vendimeve të mëdha. Megjithatë, kemi të bëjmë me një mundësi dhe një kohë reale për gjërat që kërkohen. Tani, çfarë ndodh me diellin në virgjëresh në udhëtimet dhe në kohën e ardhë që nisin ose planet afatgjatë që kanë? Po të shikojmë 15 i këtij muaji, në muajin e virgjëreshës, që fillon nga data 23, ku jep verdiktin kryesor, pra jep atë që neve e quajmë rëndësi, e quajmë kuptim dhe momenti kryesor i zgjidhjeve dhe i gjërave konkrete, sepse tani për tani njerëzit janë ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë, ndryshe realizojnë. Meqense në ndikimin e gjërave të datës 23 që përkon me fundin e javës, ditës së diel, ndikimi i diellit në këtë shenjë na jep mundësinë dhe vullnetin e duhur për nisma të reja. Prandaj, nisni nga data 23 deri me datën 22 shtator, ku dielli shkon në shenjën përkatëse, dhe kjo do të thotë që do të thotë me ndikime, do të thotë me rëndësi, pra në peshore, do të thotë me anën tjetër të pozicionimit të planetave. Puna, karriera, bashkëpunimet bëhen në 15 e parë të këtij muaji, pra të kësaj shenjës në shenjës përgjithëse, sepse është koha e të vjelave, është koha e mundësive, është koha e rëndësive të mëdha dhe ndryshimit të madh që vjen drejt jush. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj periudhe dhe dielli në virgjëresh që sjell këto mundësi. Por ju nëse doni më tepër informacion mbi shenjën tuaj dhe çfarë ndodh me diellin në virgjëresh për çdo shenjë, duke dhënë datëlindjen tuaj dhe duke parë tek ku tjetër, www.astrologu.al, faqja ros. Dhe atje mund të shikoni gjithë çka dëshironi, kërkoni dhe më pas mund të lexoni çdo gjë që ka atje, çdo tema të rëndësishme, çdo gjë që lidhet me jetën, lidhet me mundësinë, me kontaktet. Është vetëm muaj të mbesoni të vitit që lidhet shumë me kontaktet, lidhet shumë me punën, lidhet shumë me jo racionalitetin, sepse ka disa gjëra generalitetet që lidhen me anën dhe pozicionimin e planeteve, por meqense ka guvernatorin, ka Mërkurin, ku është komunikimi, dhe dy fishi i asaj, sepse guvernatori i virgjëreshës dhe i binjakëve është i njëjti, kanë të njëjtin guvernator, pra Mërkurin u jep mundësinë dhe kohën e dur për stabilizim dhe konkretizim të gjërave të tyre. Por juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti, dhe duke parë tek astrologu.al që nuk e gjeni veten aty, doni diçka tjetër, dhe atëherë të mund na shkruani tek emaili, pastaj shkoni poshtë tek sekretariat në email, dhe atje pastaj dërgoni një email dhe pastaj flasim bashkë në Viber dhe WhatsAppit, e keni atje të shënuar. Por juve që doni që në kohën që jemi drejt për së drejti, dërgoni mesazh, shkëputoni këtu, mund të shikoni dhe duke zgjedhur hapat konkrete, i klikoni të gjitha dhe jeni gati për të dërguar mesazhe, çdo të mërkur. Nga një rrotull, mbarsi, gjithë mira.